Pas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, numërimi i fletvotimeve të subjekteve politike, pra nga zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës, është bërë në vendvotim, pasi ka përfunduar procesi i votimit, ndërkaq numërimi i votave të kandidatëve për deputet do të bëhet në qendra komunale të numërimit. Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto 38 qendra komunale të numërimit, sipas rregullores zgjedhore për funksionimin e këtyre qendrave, pra në këto qendra do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vendvotime. Ky proces i njëjtë, pra, do të zhvillohet njëkohësisht në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat do të punohet në 2 orare. Numërimi i votave të kandidatëve dhe verifikimi i rezultateve do të bëhet duke ofruar transparencë të plotë dhe në monitorimin e vazhdueshëm të vëzhguesve. Sipas të dhënave preliminare, nga 57 vendvotime me kusht në 38 komuna të vendit, në përgjithësi janë evidentuar në sistem mbi 9.900 votues të regjistruar për të votuar me kusht. Së shpejti do të kemi edhe të dhënat nga votimi personave me nevoja të veçanta, i cili është realizuar jashtë vendvotimeve. Numri i votuesve të regjistruar në këtë program votimi ka qenë mbi 2860. Nga votimi jashtë Kosovës, respektivisht nga votimi në 29 përfaqësi diplomatike, nga 19.187 shtetasit të regjistruar, kanë votuar 16.165 prej tyre, apo 84.24%. Ndërkaq, nga votimi përmes postës, numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar ka qenë rreth 58.000. Nga ky lloj votimi, ende nuk kemi të dhëna përfundimtare për numrin e pakove me fletvotime, pasi këto të dhëna do t'i kemi pas përfundimit të procesit të tërheqjes së tyre nga kutitë postare jashtë Kosovës. Sipas të dhënave preliminare, vetëm nga tërheqjet e 2 kutive postare në Berlin dhe Bern, janë tërhequr, do thot, 18.000 pako të supozuara me fletvotime. Ndërsa kryeministri Edi Rama ka uruar Albin Kurtin për fitoren në zgjedhje, ka uruar kryeministrin e rizgjedhur të Kosovës për fitoren domethënëse dhe uroi që mandati i konfirmuar nga populli i Kosovës për Albinin dhe për partinë e tij të kthehet në sukses dhe në mbarësi për Kosovën, si edhe për marrëdhënie vllazërore mes 2 shteteve tona, shkruan Rama në rrjetet sociale.